Të dhënat kontradiktore janë të dhënat cilat janë ndryshuar, pra ndryshe këto deponime janë dhënë në momentin që janë marrë nga policia apo nga prokuroria, pra varet se kush kë ka deleguar prokurori çështjes, sepse kemi të bëjmë me një ngjarje të rëndë dhe natyrisht prokurori delegon një oficer policisë gjyqësore që të marrë deklaratat, por mund të kemi edhe deklaratat që mund të jenë marrë nga policia. Deklaratat duhet që ta analizohen, pra kur vjen mospërputhja e thënieve, atëherë këtu pikë së pari ne kemi të bëjmë, përveç se kemi të bëjmë me një deklaratë e cila mund të jetë një deklaratë e rem, kemi të bëjmë edhe me konsumimin e një vepre tjetër penale. Por natyrisht të miturit përjashtohen nga përgjegjësia penale, sepse janë nën 14 vjeç, por radha ka përgjegjësi penale nëse nuk ka dhënë një deklaratë të vërtet apo të drejtë. Kështu që një tjetër gabim që organi akuzës ka bërë, jo vetëm që nuk është zbardhur çështja, por këtu kemi të bëjmë edhe me thënie të pavërteta që janë bërë nga halla e Bleonës. Kështu që minimalisht kjo duhet të merrej si e pandehur për veprën penale të deklarimit të rem. Pra është një kundravajtje penale e cila dënohet deri në 6 muaj burg.